Avokat Velie do të çojë çështjen në gjykatën e lartë. Sa zgjat kjo procedurë zakonisht? Po, në rast parë do ka afër qeveria thonë kështu. Problemi më i madh i dërgimit çështës në gjykatë lartë është në rast parë që duhet zbardhet vendimi. Zbardhja e vendimit për masat e sigurisë nuk ka afat normalisht, duhet bëhet shumë më shpejt, por spakut gjykatës posaçme është lëna 2 fishe afatit zakonshëm. Pra nëse një gjykatë tjetër ka 30 ditë, ajo ka 60 ditë. Por brenda 60 ditësh gjykata ka drejtë ta ketë dispozicion kohën e vet për zbardhur. Në logjikën time dhe besoj gjyqtarin fjalë që është një djalë shumë i mirë, për të qenies edhe gjyqtar i mirë. Nuk ma merr mend edhe atë sot. Urdhëro? Sot e sulmuan dhe gjyqtarin. Mund ta sulmojnë, por të jemi sinqert, nuk kanë shkak për ta. Ishte gati për të rënë në Grackën që kishte ngritur lobi. Gjithsesi unë mendoj që ai do e bëj shumë më shpejt se sa bë dhe padyshim që do ankimohet në gjykatën e lartë. Greqia i kap të gjitha që me Veliun. Ka edhe një problem tjetër, ndryshimet e vitit 2017 ndryshuan sistemin e ankimit masave të sigurisë. Dhe tashmë afati për ankimin është 45 ditë në gjykatën e lartë, por edhe trajtimi më përpara kishte kufizim gjykata e lartë brenda sa kohësh që duhet ta gjykonte brenda 30 ditëve, tani nuk ka më kufizim. Kështu që gjithsesi besoj që do gjykohet më shpejt, por të jemi sinqert, nuk mendoj se ka hapësirë që gjykata e lartë mund t'i përmirësojë pozitën, edhe pse nëse e bën do jetë çështje atributi gjykatës së lartë dhe arsyetimit. Por me provat e reja që ka paraqitur gjykata, pra në gjykatë posaçme të apelit, nuk mendoj se do ketë hapësirë. Por më tepër që gjykoj që duke patur një numër shumë të madh kallëzimesh dhe procedimesh në ngarkim të tij, dhe për shkak të një reaksioni të shkaktuar nga vetë, mendoj unë gabimi i zotit Veliaj, duke patur parasysh që deri dje kishte mbrojtjen e qenies kryetar bashkie dhe padyshim që ka qenë një pengesë jo e vogël mendoj për gjithë prokurorët për të vendosur përfundimisht për fatin e çështjeve, unë nuk do surprizohesha nëse nuk do ketë akuza të reja ndaj tij për çështje të tjera të cilat janë në hetime sipër, sepse asnjë prej çështjeve të tij nuk është mbyllur. As senatorët, as janë lerat e tjera, unë ja bëra këtë pyetje dhe ju keni dyshime serioze që kjo mund të vijojë. Megjithatë, padyshim që unë respektoj pafajësinë e tij për sa kohë prezumohet i tillë, por betejën me sistemin e drejtësisë do ta ketë shumë të vështirë dhe mendoj është në rastet më të vështira, për shkak se është rasti i parë, po prapë dhe ky përbën një rekord, ku një zyrtar i lartë i atij niveli ka 9 akuza për 9 rastet, pra 9 rastet të veçanta për sa i përket akuzës korrupsionit. Të gjitha janë zakonisht 1, 2, nuk ka asnjëherë 9 episode. 9 thuaj nuk ka patur asnjëherë dhe është shumë. Nuk ka patur asnjëherë dhe është shumë. Dhe s'ka si të mos jenë të nënta. Dhe nga ana tjetër mendoj që hetimi proaktiv që ka zgjedhur prokuroria e posaçme dhe ndihma që i ka dhënë nga pakujdesia vet zoti Velia, mendoj me gjithë çfarë rrethojnë, për mendimin tim e vën pozitë shumë vështirë juridike. Nuk dua që të flas gjëra sepse s'dua të pres shpresën, sepse çdo njeri shpreson gjej drejtën e vet dhe ja uroj dhe atij ta gjej, por realisht hyn tek rastet e vështira. Pastaj nëse du me bë politikë dhe jo profesionalen, atëherë themi që mund të bësh çfarë duhet. Gjëra tjera, por mendoj se një ndër gjërat që i shërben një njeriu kur është në pozitën e tij është të filloj ta shoh realitetin me drejt dhe të dëgjoj ndoshta njerëzit që se kanë qef, se njerëzit që kanë qef nuk do ja japin asnjëherë këshillën e dur. Avokat edhe një pyetje tjetër për të ikur këtij momenti dhe ne kemi pyetje të tjera. Ç'ndodh tani me Bashkinë e Tiranës? Për sa kohë mund të qëndrojë Velia kryebashkiak në këto kushte? Atëherë, si rregull, ai në fakt po ta vesh re, ka 2 gjuhë, dikush ka kolegët tanë, te lapsi Vikali botonin një fotografi vetë ku vazhdimisht ai fotografitë që kujdeset i ka kështu që i ka në punë, që kujdeset për popullin, për shembull dhe për ditën e verës tani mund të ketë marrmasa. Po, nesër ditë e verës, me sa di? Nesër. Do ketë marrmasa patjetër, edhe për të gjitha, për popullatën, për të varfrit, për të pensionistët e gjitha, këto ai vazhdon të merr masa. Vetëm një foto kishin mundur t'i kapin, domethënë janë të kujdesshëm sa ka një protokoll mjaft interesant dhe të ashpër nga grupet që e shoqërojnë. Më të fortë se ç'mund ta kishte Edi Rama, them unë. Juridikisht për mua ata e kanë asgjësuar në Bashkinë e Tiranës, vetë partia e tij. Juridikisht nuk është. Juridikisht e kanë asgjësuar praktikisht. Po formalisht tani? Formalisht ai vazhdon të mbetet kryetari i bashkisë, kjo për arsye edhe të një praktike gjykatës shëtuese që e kanë bërë unë praktikisht në rastin e
ish kryetarit bashkisë të Vaudeos që u shkarkua kështu si shkarkonte Xhaxhi Enverma përpara. Pra sot nuk mund të shkarkohet për sa kohë nuk ka vendim formës prayer, një, përveç se nëse Këshilli i Ministrave zgjedh ta bëjnë gjë të tillë. Nga ana tjetër, vendim formës prayer për çështjen e themel. për fajsi. Po, na Ai gjyqi mund të zgjasë edhe me Me të zgjasë, nuk ka rëndësi. Pjesa tjetër është që në bazë ligjit për pushtetin vendor. Kjo është një nonsens. Jo, se ta shpjegoj, se ka edhe mund ta pjesë. bëjë Këshilli i Ministrave dhe ka Këshilli i të drejtë. Ministrave nuk do ta bëj. Procesi gjyqësor mund të zgjas 7 vjet. Po, ndërkohë zgjedhje do bëhen. Ka mbaruar mandati. Mbaruar mandati, por ka Pra pjesën ka mbaruar mandatin e plot. Ka pjesën tjetër. Në bazë ligjit për pushtetin vendor, kur kryebashkaku mungon 3 muaj pa arsye, 3 muaj nuk thot pa arsye me arsye si në rastin e zotit Berisha, normalisht Këshilli Bashkiak propozon shkarkimin e tij prap Këshillit Ministrave gjithmonë. Është e qartë që Këshilli Ministrave nuk ka ndërmend që të marrë një hap të tillë sepse për arsye që mund t'i kuptojmë gjithë pse. Nga ana tjetër, do shtrohet prap çështja nëse mungesa e tij është me arsye apo është pa arsye, sikurse u shtrua edhe për zotin Berisha për sa i përket humbjes së mandatit. Dhe unë mendoj që është arsye madhore, nuk varet nga vullneti i tij. Kështu që ai do vazhdoj të vijojë si kryetar bashkie formalisht, por praktikisht ajo është çarmatosur nga çdo gjë sepse aty është dhënë komanda personave të tjerë të cilët shumë shpejt si suvërejt edhe tek pjesa e protestës, shumë shpejt me keqardhje mund t'ja them që do filloj që emri i tij të zvenitet komplet edhe brenda Bashkisë Tiranës, saqë do ndodh në seancën e dytë. Protesta do ndodhi shumë shpejt. Protesta nuk u zvenit, protesta u zvenit se erdhi urdhri nga lart. Nuk ka rëndësi, janë shumë faktorë. Gabim bet që shkuat atje. Ju tha dhe deputetët. Tani unë thash, ndoshta edhe këtë e thash, thjesht duhet ta përpiqesh ta kuptosh. Bashkan këto. Por problemi është që është proces natyror, të jemi sinqert, përtej dëshirave dhe orekseve politike që padyshim ndikojnë. Është proces natyror që për fatin e keq kur një person ndodhet para burgim, fillojnë të harrojnë përveç familjarëve, gjithë fillojnë të harrojnë, sepse nuk kanë më as nevojë për të. Dhe do jetë nëse që për mendimin tim para burgimit do vijoj, edhe është vetëm në fillimet e tij, mendoj që shumë shpejt nuk do jetë më i lidhur thelbësisht me Bashkinë e Tiranës. Nuk do të jetë. Kemi gjë tjetër? S'besoj apo jo. Se ne procese kemi këtë tani, mund të jemi javën tjetër e gjitha. Jo, një fjali po. nëse lejohem. Në gjykatën e posaçme nëse e mbani mend, ju dhe pati një debat dhe një përplasje shumë tashpër mes gjykatës dhe spakut nga një anë dhe policisë së shtetit nga ana tjetër. Sepse në atë kohë, kur u bë protesta, nuk pati asnjë plan masash nga ana e policisë dhe u pretendua nga ana e gjykatës dhe spakut që u bë premis për vënien nën kërcënim apo nën presion të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Po të shikoj gjatë këtyre 3 ditëve dhe të dile nga ajo që ne i themi ana e burgut, pra nga hyrja kryesore ku zoti Veliaj u shoqërua me furgonin e policisë, kishte një plan të detajuar masash.